Atëherë, sa disiplina ishin dhe sa notarë garuan ditën e sotme? Tash kishim 3 disiplina. Kishim disiplinën e fëmijëve që notuan në garën 200 metra, kishim disiplinën për veteranët që ata garuan për disiplinën 200 metra dhe kishim disiplinën 1100 metra për profesionistët. Si për femra edhe për meshkuj, nga fëmijët edhe veteranët. Sa lojtarë dhe nga sa vendet botës? Tashti, këtu kishte mbi 100 notarë. Kishte notarë nga Shqipëria, nga ekipet kombëtare të Shqipërisë, kishte nga Kosova, kishte nga Anglia, kishte dhe nga nuk e dija përsisht, po mund të ketë pjesë nga Maqedonia. Nuk e kam shumë saktë. Si ishte për ju ky edicion? Tash ky edicion që për neve një edicion shumë i mirë. Me gjithë masat që kishim marrë, dhe besoj që ne je arritim qëllimit në këtë event kaq të bukur të qytetit tonë. Vitet e tjera tash i themi që ta organizojmë më mirë me ekipe evropiane, ballkanike edhe të vendit.